farsa elektorale primitive 11 majt përbën krimin kushtetues zgjedhor në të rëndë në historinë e pluralizmit shqiptar. Në këtë farsë, kreu i organizatës kriminale Edvin Kristaq Rama, armik i egër i pluralizmit politik dhe ndërtues narkoshtetit parë dhe të vetëm në Europë, për të siguruar karrigën e tij të krimit, i tmerruar nga krimet që ka kryer, në mbrojtjen e Altin Troplinit ushtoi në këto zgjedhje të gjitha format e dhunimit të ligjit. Shqiptarët janë më të vendosur se kur të përballen dhëm për dhëm me këtë organizatë kriminale në mënyrë që të votojnë si qytetarë të lirë. Tani ky do të kontrollojë votën, shkosh bën. A keni pa ju ndonjëherë këtë? Ky fut dorën e tij të zezë në kuti, nxjerr votën që ka votuar qytetari, e kontrollon, sepse ky e din se po zbaton porosinë e Edi Ramës dhe ka mbrojtje Altin Troplinit. Tani vota futet, qetësohet. U zbulua se kush si ka votuar personi për cilin ai është porositur. I ka marrë parat personi, prandaj do kontrollohet nëse i meritoi parata apo jo. Në 2 flet votimi. Është paguar 2 herë. Ka marrë 2 fishin. Tani prap treni bullgar këtu. Këtu ne do vazhdojmë në respekt të shqiptarëve idealist, të shqiptarëve patriot, të shqiptarëve të ndershëm, që besojnë se ardhmja duhet përcaktohet nga qytetarët e lirë me vullnetin e tyre, dhe se pa votet, pa zgjedhjet lira, pa vote e lirë, të ardhmen në Shqipëri nuk ka dhe nuk mund të ketë.